Nën stana loke madhja luftëtarëve të lirisë. Konaku i luftëtarëve të lirisë i nën stanës është fshati Brus, i shtrëhuar në malësinë e Karadakut, një fshat diku 23 km larg Prishtinës, kurse pozita e tij është kodrinore malore, ndërkaq lartësia mbi detare i kalon 1000 metra. Rajoni i Peshterit, që i takon komunës së Lipjanit, nga se edhe famullia e këtij fshati, atje ka selin, përbëhet nga këto 5 lagje që mund të konsiderohen edhe fshatra më vete. Peshteri te Kisha, Peshteri i Ulët, Bukovishta, Brusi i Madh, Brusi i Vogël dhe fshati Slivov. Në këto fshatra edhe sot, 25 vjet pas luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, mënyra e jetesës nuk ka ndryshuar shumë. Fshati Brus. Në atë fshat një kishë katolike shqiptare dhe një flamur kombëtar. Në afërsi të kishës, një shtëpi bujare e ndu edhe stan gashit, prindërve që kishin lindur 13 fëmijë, nga të cilët 11 janë gjallë, 8 djem dhe 3 vajza. Nën stana, nëna e 11 fëmijëve të gjallë, në ditët e lavdishme të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ishte bërë nën e të gjithë luftëtarëve të lirisë, të cilët në shtëpinë e ndue stan gashit në Brus, kishin konakun dhe strehen e tyre. Ajo, ja kishte dhënë luftës për liri edhe 3 djemt e saj, Filipin, Fatmirin dhe Viktorin. Nën stana dhe ndue gashi ishin kujdesur për strehimin e dëshmorëve të kombit për lirinë e Kosovës, të komandantëve e të eprorëve të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës. Ishin kujdesur për luftëtarët e anëve të ndryshme të zonave operative të luftës së UÇK-s. Ishin kujdesur edhe për të plagosurit, për të mbijetuarit, por të gjitha këto që 25 vite pas luftës së ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, sikur u harruan se kush u kishte gatuar bukë dhe kush u kishte strehuar vende për të fjetur. Ish zëdhënësi i zonës operative të Karadakut dhe luftëtari i lirisë Ismet Sulejmani gjenë në rrugët e vështira dhe i troket në derë nën stanës, nga se ndue gashi babai 11 fëmijëve të gjallë, ishte anëtari shoqatës bëmirëse në Terezë. Andaj të gjitha ndihmat nga ushqimi dhe veshmbathja e deri te ndihmat mjekësore në bashkëpunim me Zefshalën i kishte vënë në shërbim të luftëtarëve të lirisë. Nëna Ston, mirë se të gjetëm edhe njerë në shtëpinë tënde. Për juve, që një orë. Në shtëpinë e madhe të UÇK-s, të nëna Ston, nëna e UÇK-s, tash po të themi sepse vonë kemi kuptu që ke dhënë kontribut shumë të madh për djemt e lirisë. Nuk ka vonë, jo, faleminderit për juve që vini kujtu dhe tash. Të rritner edhe ty, që na priti me zemër të madhe, si që ke prit edhe gjatë kohës luftës, qindra djemt të UÇK-s. Nën stana ishte bërë nën e të gjithë luftëtarëve të lirisë. Unë kur jam me ardhur këtu, ka qenë dikur 24, eventualisht 25 prim, 1999, dhe ku marrë mas orës 12. Ardhja ime këtu, unë nuk e kom ditë që po vi me një shtëpi shqiptare katolike. Ku jam futur brenda, mendoj që kam qenë dikur në afër te vendi i Viktorit, që kom po kryshin. Nëna stanë më e men me një kshëllak, veshje kombëtare, dhe me një shallë kësë në gjashmë që më mlea për shqipje. Këtu 6 dëshmorë të dheut janë shqipje. Ka najt një komandant zone të Karadakut, tjetëri ka najt i Lopi, tjetëri ka najt i Nërodime, dhe vanë, herojnë, gjallë që ka levizur këto. Ka 35 që ku kira serin këtu. Komandant Ceri dhe komandant Mola që ka nërë për poshtë, për Marivcit dhe për lartë për Zhëkovësit. Pastaj shosh më interesant që si mas Naserit, edhe Molës po, ka ka zonë drita këtu s'ka lëviz. Vesh nota. Dhe më nëna Stanë se ka pas për drumin kur pa njerëz poshtë. Une u binda shumë që pjesëmarrja direkte e një familje shqiptare, katolike, për neve ishte shumë. Me luftën ilegale na kena pas prekupim permanent që Serbia, shërbime të ndryshme, na kanë akuzuar që ne jemi fundamentalist islamik. Ne kemi qenë konstruktiv. Ardhja këtu, dolja të kisha atje. Unë me deklaru në mënyrë shumë solemne, që kur këm hi malit të poshtë më shku për verbicë me dalë të kë shtabi që ishtë djegur gjatë kohës luftës, unë këm shku fitimtar të poshtë. Ja kemi llogarit dikon
4500 bukë, minimumi. I ka gatu kjo bashkë me filën e ki pjestarët të qishim dhe Kosovës, vera edhe Lodja. Po, sa kanë mojt kanë. Domthon një non Po. edhe tri vojza kanë gatu këtu sikur në furrë. Kishën e kishte afër shtëpisë, edhe pse çdo të diele i kryente ritet fetare në kishë vetëm shqip, asnjëherë nuk kishte ndodhur që të pyeste luftëtarët e lirisë se çka ishin, katolik apo musliman. Përveç të tjerash, luftëtarët e lirisë kishin mësuar edhe shkollën e historisë të luftës për liri që nga koha e madhe e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Nga ajo e lidhjes shqiptarit Prizrenit e deri te ajo e komandantit legjendar Demjesharit se asnjë luftë çlirimtare nuk bëhet pa mbështetjen e madhe të popullit. E jam krenore shumë që jam thonë vëzrit, baba, nauna, botrat. Kena shërbisa, kena mujt, unë jam konë atëre e rejq, me thonë. Po doj moj men, kur ka në orë këtu, na fjetë shmina për dhum, ata arshin natën, nauna ju bëj ke bukën, ju këtaj ke bukën të me orë. Na pak, do të shmi fme, si fme jem konë. Ju në req ke bukën, ju qëtë kënë tavolinë, një mbaj shmi, që ato janë i ljau, shmi gjithë natën ashtë anë i ke qu, gatujke. Na i bëjke edhe neve bukën, i kena një mu në mëstat, kena postë edhe refugjat, na ka një mu shumë. E që shto krejt i kena baba, ma konë, s'po di që me thonë, me kalzu, po të me përshkru. Kur s'na ka thonë pse, as qysh, as duhet, a i gjithë të thonë i knaqë, me gjithë shka. Një tonë të më blasë të revej, që kam me i gjellë titën. Ti sa fa, në tej, në brangë. Edhe për tërë të shtu që të në. Si nga përsi, as si nga mështu që je në ota as një qëpër. Keni gatu, vazhdimsi keni gatu, apo? Jam së pore, jam trenore që jam si kam trenë. Në ullën që kam vazhdimin, mundin që këna ranë për shtartë që të për krejtë të në që këna ranë. Nuk në ka rritë asistent, në posë dhe refugjat, u më shtartë të lërgat e këto të në masë Prishtinë i kulinorë që të shumë ka po pështuj. A di qënë, a kur më rritë në rënja kanë më rritë, gjallat kanë më rritë, shumë këna posë për jetimet. Kreshta, a mo në banë e fondë, për gjatë që këna posë të në fëshim. Më të sot një se juve, buka juve, ju pështanë. Ndoshta mbi 500 luftëtar që kishin kaluar në përdyert e asaj shtëpie, të cilët ditën strehoheshin në shtëpinë e saj, kurse natën lëviznin në përdrejtime të ndryshme, varësisht nga detyrat që kishin në luftën për liri. Me pojnë në kena hitë shumë në pojnë. 24 orë pa ranë dëshmorën e kumë jetë bashkë. Faleminderit për mikpritjen. Për veprën tonë. Respekt për juve. Motra. Fatmir është nësi që jemi sot, si e kënë dje vetën të spari kër e ke ka pushkën dorë. Para se më kysh në luftën lirimtare, kemi pas do me këtë shkara ka bon okupatori sërbë. Babën e kanë që 2 javë ditë, policinë janë një aty për çdo ditë. I lypshin arme, me majshin atje, dhe më gjithë deri mbrëmje. Se më të redojshin, ha? Dhe që këna prita ditë për në shviru vendin. Deri u kry lufta, këna marrë me luftë për cjellje, pritje, teritorin e këna ditë mirë, këtaj dhe kur nuk i këna që, e këna për cjellë një rrugë. Këna ndryshu rrugën. Na jena shumë falenderus që atë një ushtarë nuk në karon dorë tunën ka i këna të tjilë. A ndiheni krenor, pa dëshit që Shumë ndiheni. krenor ndiheni, shumë krenor. Dhe kjo për ju është pasuri që nuk vlerësohet në asgjë. Sigurisht që po. A ka shku menja në i herë që vinë policia, Serbisë, ushtria, edhe ju patrojnë, Kollin krejt. ju po dhe ne ju brasit. Po na ishim që të uva, na të ishim qunë ose u kallën. Na s'li vetëm da në tjeq. Kur se këni lëshu shpina? Kur heq. As një moment. As një dakik. Nga duart e nënstanës bëhej buka për luftëtarët e lirisë. Kur dihet se asnjë luftë nuk mund të bëhet pa e siguruar bukën. Kushdo që kishte përkrahur luftën për liri, kishte vënë në rrezik të zhdukjes të gjithë familjen. Andaj Nduaj Gashi dhe gruaja e tij, nën e të gjithë luftëtarëve, kishin vënë në rrezik familjen prej 17 antarësh. Atëherë unë nuk e kam ditë për nanën tonë,
edhe për krejt çka ka bo kjo familje, por të ardhë, këto e kam njohë edhe bacenu, në vërtet e kam pa që kjo familje është një familje bujare, një familje tamam shqiptare, sepse ka mikpritjen vetvete edhe unë si motër e kësaj kishe jam shumë falenderuese ndaj kësaj familje se gjithmonë kur kam nevojë këta vinë, pyesin, edhe është tek kjo rini, tek këta fëmijë se neve i kemi dorën e djallë. Kështu që nana stan ju ka dhënë shembull kësaj familje edhe mu personalisht që gjithmonë është e gatshme që edhe diçka më na thonë të mirë për ne ju ka tregu familje si duhet me bë vepra dashurie, kjo neve na mban gjallë. Nonë shqiptare, edhe buk e kry për zemër, anë e kom njoh në përmjet shërbimit tim si meshtar këtu, edhe qysh në takimin e parë me zëdinu e kom vrej që është ma e veçantë, sidomos mikpritja. Edhe ajo liria që ndjen vërtet kur të hysh në familje, kur se kom një vetën keq ose në siklet, ose bashkë si në familje teme një. E çmoj shumë edhe rrymet e juja, vërtet mendoj që ja vlen se mi qitë në dritë, sepse kem nevojë për shembuj konkret, se si duhet mu ballafaqu edhe me do të mira, po edhe me do kriza, sidomos krizat e vlerave, edhe kombëtare, se jo, e këta shembuj japin dritë, vërtet vjen dritë, ka me shku, edhe si popull. Në vepra flasin ma shumë se fjalë, të zoni i hajtë po themi katolikëve, në aston, se ti na përfaqëson kështu edhe në media, që jena edhe respektojnë edhe luftën Luftën e gjënë që kanë thonë, jemi shqiptona, jemi kenjajt. Bravo në e mas zotit ashtu. As një dalim se kemi. Ja kemi Një bërë gjuhë, një kulturë, një tradit, një zakon, një histori. Kushonjeri. Një les me dy degë. Sa i urojmë shëndet edhe bekime shumë edhe vazhdu pacim në la Shëndet më shumë se një shekull. Askund nuk është më i sakt vargu legjendar i Vaso Pash Shkodranit të viteve të lidhjes shqiptarit për Zrenit se feja shqiptarit është shqiptaria. Këtë fakt e dëshmojnë edhe më shumë se 3 hektar varreza në Mej dhe në Korinicë të Gjakovës, ku poshtuesi kishte vrarë dhe kishte bërë gjenocid mbi shqiptarët pa i pyetur se a ishin katolik apo musliman. Nën Stana as sot nuk e di si kishin shpëtuar nga poshtuesi serb. Ndoshta buka që kishin dhënë ishte bërë edhe mburoja familjes. A ke pas në mazën tonë boll buk më u kthy, qysh e gjend me bacenduar sepse ju pa ke keni pas 19 fëmijëve me qindra luftar tash më ushqyer, hajt tregom qysh e keni veten, atë ka pap siklet në herë. Po më herë nashta më ju fort. Jo. Jo. Qashtu sikur Jemi të labllate hec në ka orë varë. si ka aldrana. Jo. Qashtu si nonat tona në për histori buk e kërë për zabër, gjithë ju e këthyja. Shep, shka kemi pas të unë, në kemi pas, ka dhënë zotja vjetë balë. Dhe kemi ka përqi mirë. Nën Stana ishte bërë nën e luftëtarëve të lirisë. Ka qenë një lidhje e fortë dhe një besim i madh që këtu pa paralajme është kriju kjo. Që lule u qëkës. Po të lule u qëkës. Dhe prej asaj dite ka mirë, do të thotë çdo natë, çdo ditë ka pas lëvizje këtu, po natën kryesisht. Kështu që ky korridor vërtet e tha dhe parafusi. Ismeti e tha që ka qenë një, me thonë edhe i fanë shumë sepse asnjë keqe nuk në ka gjithë. Në nashtonë këtu, djemët e saj këtu, gjithë familjarë kanë qenë dhe me zhumë, kanë dhënë bukën, kanë dhënë mundin, kanë dhënë gjithë shka nga vetja, pa kompensime. Kjo shtëpi ka qenë shërbim të ushtrisë gjymtare të Kosovës, kur më nuk ndonë. Kena hongër shumë në këtu. Këtu i kum lanë unë, sepse s'ka më ka zonë me nxirti, këtu i kum lanë me 10 për 15, një ditë kujtohet që 35 kanë qenë që ja pa thonë dikuj 35, këtë familje, këtë pojnë, po dronë, ka qenë. Po kretë me ushqim me armatim e këtë kena pas punë, magazinë. Në unë aston vëti në ka pritë, se kur me konë djemë të ti, për nërë s'na ka pritë as një shpi, ashtu ma mirë. Kjo shpi shka ka dhonë në përdhëm që në përzonë të Karadokët, për shpija parë që ka shërbjet, na kena 2 ditë me folë për të shpi, nuk mujna me kry.
Kishte raste, thot me ato fjalë të pakta nën Stana, kur në shtëpinë e saj ishin të stërhuar deri dhe 35 luftëtarë, edhe të plagosur rënd, që vetëm kujdesi i saj, si në për legjenda, mund të përballonte ato dhembje, duke shtuar këtu edhe lutjet e nën Stanës që ata të shpëtonin. Kur u kry lufta që të pështun edhe Fatmiri, edhe Viktori, edhe Filipi, që shundijeve tja, ke mendu që kanë me të këthyet tanë që shtu shashe mirë, s'ke mendu. Nën kujdesin e duarve të saj dhe bijeve të saj, të djersës së nduaj gashit dhe të familjes, kishin qenë edhe dëshmorët e lirisë, të cilët sot janë bërë shenje e kujtesës sonë historike. Kur e pyesim nën Stanën për rënjen e tyre në altarin e lirisë, ajo thot shkurt, më janë dhimbsur si të kishin qenë djemtë e mi. Ajo gatuante dhe përgatiste ato që kishte, por sado e varfër që të ishte ajo përgatitje, zemra nën Stanës ishte e madhe. Kështu e kujtojnë edhe luftëtarët e lirisë që kishin pasur rastin të rrinin në atë shtëpi. Ndihemi shumë krenar me ty, edhe mburremi tani jetën e lume, se ti je heroin e gjallë për neve. Ti je nane djemë të lirisë. Nën Stana ishte e vetëdijshme se mund t'i masakroj familje. Ishte e vetëdijshme se mund të vriteshin djemt në luftime, siç ishin vrarë shokët e tyre të luftës. Por ajo nuk ndalej, sepse e dinte se asnjë luftë nuk mund të bëjë pa bukë, se asnjë luftëtar nuk mund të dalë në front të luftimeve me rroba të lagura të shqyra, se asnjë ushtar nuk duhet të este zbathur. Të gjitha këto i dinte nën Stana, andaj kishte vendosur të bëhej nëna e madhe e të gjithë luftëtarëve të lirisë. Për kontributin e saj të jashtëzakonshëm për lirinë e vendit, kryetari Përparim Rama e dekoroi me medaljen Hyneshën e Fran. E ftuar nga komuna e Gjilanit më 11 janar 2025, nën Stana ishte nderuar të bëjnë ndezjen e flakadanit Flaka e Janarit. Ju flet Kosova e lirë. Ju flet Kosova e lirë.